ju cilët e keni besu madhështinë e Allahut, besimi ju i jep vlerë, shije, jetës t'juj, dynjas t'juj, veprimtarisë t'juj, ahiretit juj. O ju të cilët jeni me pesh në këtë dynja, o ju të cilët nuk jeni rastësi në këtë dynja, o ju të cilët e dëni këtë dynja, e shfrytëzoni këtë dynja, o ju të cilët e dëni xhenetin, ahiretin e Zotit Dhul Xhelal, ju është bërë obligim agjerimi, ashtu qysh ishte obligim edhe për popujt të mëhershëm, për qëllimin e vetëm që ju të bëheni të devotshëm, që ju të rregulloni jetën e juj, veprimtarinë e juj, të ardhmen e juj të rregulloni përmes muajit të bekum të Ramazanit.